Sot ishte një ditë e ngarkuar për mua. Sot kam bërë disa foto të bukura me mamin në studio. Fotot janë realizuar nga Ilian Stërmolli, edhe me zi pres t'ja u tregoj. Make-upin, Suela Cangu dhe Esat, i shkurtova flokët unë o jetë. Esati do i kitruri që unë kam shkurtuar flokët. But look at that! Ha? Do me thënë, më pëlqenj, kështu që Esat, mos u mërzit. Këtu janë perlat të mamit, mu deshën perlat kur po bënim fotot. I qota kështu mbrapa normalisht, se si doja ishte gjata. Dhe pretty much, me zi për s'to tregoj ato fotot. Sa ka qesh Iliani me mua, me Ritën, kur po bënim foto. Unë dhe Rita Lati, ne të dyja, si Macja me Miun, të betohem. Normalisht komike gjoja, po he had fun. Ndërkohë, këtë bluzën e bukur e ka qepur Dita, Shine by Dita. Një bluzë kaq e thjesht, por që mua më pëlqen shumë. Edhe për mua dhe për mamin. Dhe bukura. I thash mamit, na duhen, i thash, bluza, pa gura, pa xixa, pa shkronja, pa pika, pa viza. Do me thënë, na duhen bluza lisho, i thash. Një ngjyrshe të thjeshta, po ngjyra të ndezura. Nëse ke ndonjë bluzë jeshile, i thash, sepse kam edhe unë, i thash, një portokalli, e kisha fjalën për një bluzë saten portokalli që e kam të prerë këtu shumë bukur, vjen si rrudh, edhe mendova të vishe atë për fotot. Dhe i thash mamit, ke bluzë me ngjyrë të ndezur, lisho, pa xixa, pa temina, pa gura, pa xhingla, pa mingla, po tha. Kam. Dhe ku shkoj të takoj mamin të shtëpia, më nxjerr nga dollapi, ja tha, këtë bluzë tha do veshun për fotot. Dhe ishte një bluzë komplet xixa. Komplet. Kështu që unë shkoj te Dita, te stilistja Shine by Dita, dhe porosis 2 bluza të thjeshta. Nëse njerëzit shkojnë qepin tek stilistja veshje ekstra të bukura, unë jam e detyruar të shkoj te stilistja dhe të qep 2 bluza të thjeshta. Se i me më nuk ka një bluzë të thjesht, lisho fare, s'ka vlla, s'ka. Po ja që i realizuan. Po pres tani, takoj me Ilianin, të përzjedhim fotot më të bukura. Iliani të punojë të bëja të masterpiece-in e ti, dhe ti publikojmë, sepse diçka e bukur po vjen.